إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falenderojmë Allahun tonë Rasul, salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që kanë pasur dhe pasojnë me mirësi deri në ngjallë. Sot inshallah taala do të mundohemi që në pika të shkurta t'ja shpjegojmë një mënyrë ose një lloj namazit pej namazeve të cilat tek ne fatkeqësisht janë të vdekura. Pej namazeve të cilat janë harruar ndrojet tona fatkeqësisht e them. Ky namaz ka të bëjë me rastin e nxënjes së diellit apo nxënjes së hënës, gjë e cila ka qenë aktuale këtë javë. Nëse zgaboj saktësisht sot, është parashikuar që të jetë nxënja e diellit. Para se të hymë të forma namazët dhe si pejgamberi a.s. e ka krye ato, do të ndalemi te një pikë që është shumë me rëndësi për besimin e muslimanit, sa i përket gjërave të cilat parashikohen në këtë mënyrë. Saktësisht me rastin e parashikimit për nxënjen e diellit apo të hënës. Fillimisht ai lejohet besimtarit që me besu bindshëm se shkenca ka arrit deri në qatë mas, sa që me i parashiku gjanat dhe ato me ndodhë në mënyrë 100%. Besimtari nuk guxon me besu një gjatë tillë, nga se çdo gjë e cila ka të bëjë me të ardhmen, komplet është në vullnetin dhe në dëshirën e Zotit. Sado që njerëzit të arrijnë me i parashiku gjanat e tilla, përap ato mbesin dëshirën dhe në vullnetin e Zotit. Nëse do Zotin ndodhin, nëse nuk do Zotin nuk ndodhin. Edhe nëse ata e parashikojnë me gjitha mjetët ekzistuese në këtë dynja që i ka arrit shkenca dhe teknologjia. Për këtë arsye Allahu me një ajet kuranor na ka sinjalizuar dhe na ka dhënë shenjë për gjëra të tilla ku thotë Inna Allahe indehu ilmu s-sa'a. Vërtet, vetëm Allah i përket njohuria se kur do të ndodhë kiameti. Wa yunazzilu l-ghayth. Dhe ai është i cili e zbret shiun, pra kur do dhe si doj. Wa ya'lamu ma fi l-arham. Dhe vetëm Zoti është ai i cili e di se çfarë vendos në mitrat e nënës. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Dhe në asnjë mënyrë njeri nuk do ta di se çfarë do të përfitoj nesër. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Madje nuk do ta di njeri se në çfarë vendi do të vdes. Do t'i vjen momenti i vdekjes. Për këtë në fund të ajetit Allahu ka thënë Inna Allaha alimun khabir. Vërtet vetëm Allahu është i gjithdijshëm dhe i gjithë informuar për çdo gjë. Ndërsa njerëzit dhe krijesat tilla nuk janë të informuar hollësisht ashtu siç është Allahu i madhur. Por me bashku me shkencës dhe fesë është një mënyrë. Na nuk i mohojmë të arriturat shkencore. Mos thot dikush se hoxha po thot me lën shkencën anësh. Përkundrazi feja jonë është e thirrë në hulumtim dhe në shkencë dhe në zbulime të reja. Mi po thirë që ajo t'jetë përputhshmëri plot me fenë, jo të mirët shkenca me kompetencat e fesë. Për këtë arsye, ne në gjona tilla i besojmë, por duke jashtu një shtesë që thojmë, insha Allah. Nëse dënë Zoti, po, ama nëse s'do Zoti, s'ka me ndohë, vallaj, sot e 700 vjetë. Për këtë arsye, o besimtar, nuk ban me besu bindshëm ashtu siç e kemi patë musliman, se në gjymon ka me ndodhë zonja e diellit edhe pikë. Jo, nuk ndodhë pa dash Zotit.
Dhe e ke obligim me thonë inshallah. Por ndryshe kjo është mangësi në imanin tanë. Ka se me këta pe krahason ato shkencëtar me Zotin e Madhnuar, ndërsa Zoti po thot në Kur'an se ti nuk e di as çka kemi fitu nesër, madje nuk e di as ku kemi vdek, cilin vend ku kemi vdek. Do të thonë njëri prej neve këtu ka me vdek, në xhami e çdo shpirti s'ka marrës. Për këtë arsye çdo sen që po të bëjmë me art me tarmën, duhesh me bë rregull dhe me thonë inshallah. Nëse don Zoti ndodh, nëse s'don ai nuk ndodh, edhe nëse këta e përcaktojnë gjithë shkencëtarët e botës. Janë një shembull konkret që Allah na i ka sjellë në Kur'an me pejgamberin tonë Muhammedin alayhis salam, i cili është shembull për njerëzimin siç ka thënë Allah në Kur'an. Një ditë prej ditëve ka ardhur një grup njerëzish te pejgamberi alayhis salam dhe e kanë parashtuar një pyetje për banorët e shpellës, ashabul kahf. Dhe pejgamberi alayhis salam falë ka thonë, nuk ka pas një uri përveç asaj që ka zbrit Zoti. Pejgamberi jo nuk ka qenë as shkencëtar, as parashikues, as kollëqor. Ka qenë i dërguar i Zotit. Çdo sen që ka thonë me shpallje të Zotit. Ka thonë nesër ju tregoj. Ka mendu pejgamberi alayhis salam se do t'i zbret shpallja për këtë pyetje, siç ka ndodhur gjithherë, dhe do t'ia vë përgjigjen. Por pejgamberi alayhis salam nuk ka thonë këtë rast inshallah. Pejgamberi Zotit ka thënë. Dhe nuk e ka thonë fjalën inshallah. Ka thënë Zoti që më harru këtë fjalë këtë rast, që më qenë mësim për njerëzim. Allahu i Madhnuar ja ka vënë shpalljen 15 ditë o vëllazër. 15 ditë nuk i ka zbrit përgjigje për këtë pyetje që i është bërë pejgamberit alayhis salam. Si mësim për njerëzimin. Pastaj Allahu ka zbrit ajetin surën Kehf që është i njohur, "Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah." Dhe mos thuni për asnjë gjë që do ta punoj nesër, përveç nëse don Allahu i Madhnuar. Pra mos thoni për asgjë që po të bëjmë me tarmën, pa e thonë inshallah, ka sa është pej gabimet që bëhen çështjet elementare të besimit tonë. Nuk ka mundësi me ndodhë diçka në tarmën dhe mu ditë sigurt për njerëzve, përveç përmes asaj që na ka lejuar Zoti i Madhnuar në Kur'an. Por ndryshe nuk bën, nuk lejohet nëse është kundërshtim me besimin e fesë tonë. Pra për çdo sen që ndodh, si zonja e dimën, zonja e hanës, ose parashikimi i motit, ose gjana tilla që kanë bënë me tarmën, gjitha i besojmë duke ja shkruar këtë inshallah, gjitha këto kanë me ndodhë, mirë po me vullnetin dhe dëshirën e Zotit. Pra nëse Allahu i lejon të shkaqe që ne i kemi po, me ndodhë që ndodhin do të mënyrë normale, kjo ka me ndodhë me lejen e Zotit. Po që të Zotit i Madhnuar me nal diellin dhe mos me lëviz, nuk ndodh një gjë tillë. Do çdo sen është në urdhën e Zotit. Kjo është një prej pikave që do të më pas rëndësi shumë o vllaznik, ka se ka të bëjë me çështjet e besimit. E çështjet e besimit janë shumë të ndihshme. Dhe mos ajo që pretendohet me tarmën. Çdo sen pra lidhet, siç e thamë, me vullnetin dhe dëshirën e Zotit. Dërsa sa i përket dispozitës namazit, që është në rastin e zonjës diellit apo të hanës, është nga sunetet e forta që ne ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Pra nuk e mrin gradën e obligueshmërisë, po është prej suneteve të forta në fenë tonë. Pra është sunet që kur nxinet hana ose dielli, me fal namaz siç do ta kuptojmë mënyrën në vijim inshallah taala. Fillimisht pse ndodh dhënia e hanës së diellit? Këta duhet me ditë se nuk ndodh për shkak të një personi të madh që lind, ose një personi të madh që vdes, ose një person që ka qenë me ndikim dhe vdes dhe si rezultat i kësaj errësohet qielli në pikë ditës duke u nxon dielli, ose errësohet nata duke u nxon hama, jo. Thjesht janë trupa qiellor që Allahu i Madhnuar i ka kriju dhe secila ecë në orbitën e vet caktuar prej Zotit dhe kanjëherë ndodh që njënat janë nxjerrë hijen ose rrezet e diellit tjetrës. Por ndryshe nuk ka përgjigje diçka do të pazakon. Për këtë arsye është transmetuar në hadith nga Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu ta'ala anhu se në kohën e pejgamberit alayhis salam ka ndodhur një gjë e tillë.
Madje kjo ka rastis në ditën që pejgamberit a.s. i ka vdek djali i tij Ibrahimi. Kur ka vdek Ibrahimi, do djali i pejgamberit a.s. pikrisht në këtë ditë është në zonë dillit. Dhe disa nga muslimanët kanë menduar se për shkak vdekjes djalit pejgamberit a.s. është në zonë dillit. Ka se e kanë konsideruar vdekje të madhe, djali i pejgamberit. Atë pejgamberi a.s. ngritët në hutbe dhe jo sqaron besimtarëve se hona dhe dielli janë dy shenja nga shenjat e Zotit që i ka kriju. Trupa qiellor, cilat nuk nxinen me lindjen apo vdekjen e ndonjë njeriu. Por ato thjesht janë shenja të Zotit që ecin në orbitën e vet, por ka njëherë ndodh që në orbitën e tyre duke u sill janë zënë rrezet e diellit njëna tjetrën dhe kështu vjen deri tek errësimi. Pra ka sqaruar se kjo ndodh si rezultat i sjelljes këtyre trupave qiellor, jo pse ka vdekur djali i pejgamberit a.s. apo vdes dikush që ka fam të madhe, apo kështu me radhë. Pra kjo është hadithi i Mughira ibn Shu'bës radhiyallahu ta'ala anhu. Forma e namazit me rastin e nxamjes diellit është shumë e thjeshtë. Me preashtim të rukuja që i kemi disa ndryshime. Pra pika e parë, nuk ka as ezan, as ikamet për këtë namaz. Ashtu siç është namazi i Bajramit. As nuk thirret ezan, as nuk bëhet ikamet. Thjesht ajo që është transmetuar te pejgamberi alayhis salam është hadithi i Aishës ku thotë se kohën e pejgamberit alayhis salam është në zonë dielli dhe ka urdhëruar një njeri që me thirr se ka namaz me xhamat. Por ezan nuk është thirr. As ikamet nuk është bën. Ka se nuk është pej namazet që është obligativ, po është pej namazet sunet dhe për sunete nuk ka as ezan dhe nuk ka as ikamet. Çfarë lexohet dhe si qëndrohet në këtë namaz? Mirë tekbiri fillestar, si në çdo namaz tjetër. Dhe kënohet me zan, alhamdulillah, pastaj një sure e gjatë. Pastaj shkohet në ruku duke thënë Allahu Akbar. Dhe preferohet që në ruku të qëndrojë gjatë. Pastaj ngremi nga rukuja duke thënë Sami Allahu limen hamide dhe qëndrojmë një pjesë kështu. Pastaj këto është dallimi. Nuk shkojmë në sejdë, po prapë knojmë elhamin, edhe një sure gjatë e cila preferohet të jetë pak më e shkurtër se rekatin e parë ose para rukuës parë. Pastaj prapë shkojmë në ruku. Ne në ruku ngremi pak prapë në këmbë dhe shkojmë në sejdë. Që do të thotë me një rekat i kem 2 ruku. Kjo është dallimi prej namazeve të tjera. Pastaj sejdë preferohet me qëndru gjatë ashtu siç ke qëndru në ruku. Po ashtu me sejdë preferohet me nejt gjatë ashtu siç ke nejt në 2 rukus. Po ashtu sejdën e dytë preferohet me nejt gjatë, por jo sa sejdën e parë. Dhe kështu ngremi për rekatën e dytë. Dhe rekatja e dytë është identike si rekatja e parë. Prapë do të bëhen 2 ruku. Mirë po preferohet që rekatja e dytë të jetë pak më e shkurtër se sa rekatja e parë. Pra namazi me rastin e zamjes diellit apo të hënës ka realisht 2 rekate. Mi po mren ati përfshin 4 ruku dhe 4 sejdë. Pra këto 2 ruku janë për dallim nga çdo namazet tjera që bëhen. Përndryshe gjëra tjera që bëhen namazin e zamjes hënës apo diellit janë të njëjta, po me prashtim 2 rukuve. Për ta Aisha radhiyallahu ta'ala kanë thonë është nëzonë djelin në kone pejgamberit a.s. dhe pejgamberi a.s. ka falë namaz me 4 ruku dhe 4 sejdë. Me 4 ruku dhe 4 sejdë. Po kjo është namazi me rastin e nxamjes së diellit apo nxamjes së hënës. Fatkeqësisht tek ne nuk praktikohet ky sunet i pejgamberit a.s. Pasi është sunet në ubon me xhamat, jo në mënyrë individuale. Pra thirrën njerëzit dhe të bohen xhami dhe falet ky namaz derisa të shihet se dielli është liru nga errësira. Do të janë liru rrezet e diellit me depërtu sërish në tokë. Dhe pas përfundimit të namazit, është sunet që imami më ngrit në hutbe dhe me i këshillu njerëzit
dhe me I frigu ata me dënimin e Zotit dhe me I përgëzu ata me shpërblimin e xhenetit, e kështu me radhë dhe me falenderu Zotin e Madhun që I ka bën prej atyre që ja ka jekë këtë errësirë që e ka plën një pjesë tokës me rastin e nxënjes diellit, e kështu me radhë. Kjo është suneti që ka vdekën në vëllezër. Dhe ai I cili bëhet çka? Që ky sunet me ungjall ka shpërblim shumë të madh te Allahu I Madhun. Madje ai I cili arrit me ngjall këtë sunet do ta ketë shpërblimin te Zoti derisa të vazhdon ky sunet me u fal edhe nëse ai ka vdekur. Pra nëse gjenerata jonë ta shehë këtu në xhami, bëmi shkaktar që me ungjall ky sunet pas disa viteve. Sa e që përsëritet ky namaz, edhe nëse ekzistojnë moheshna, edhe nëse vdesin gjithë, se vapët kanë marrë në ardhë, në barën të, ka se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë, kush e hap një punë të mirë, në këtë fe do ta ketë shpërblimin e gjithë atyre që e bojnë atë vepër dhe e pasojnë ata. E lutim Allahun që hera tjera me lejen e Zotit, jemi prej atyre që e bojnë këtë namaz. Jemi prej atyre që falmi këtë namaz dhe ngjallmi këtë sunet pejgamberit alayhi salatu vesselam. E di që ndoshta është një prej namazeve që mund ndodh ka pe xhamati që s'kan dëgjuar kurrë. Po kjo është feja jonë, vëllazëni. Për këta porosia jonë gjithmonë është lexoni edhe mësoni. Dhe nëse dëgjoni diçka të re, mos gjykoni ndaj tjerëve se kanë ndryshuar feja, vëllazëni. Nga se këto po I ndëgjojnë për ditë. Nuk ndryshon feja e Zotit, se e ka garantuar I lumbi Zot në Kur'an. Që s'ndryshon. Po problemi është se njerëzit ndryshojnë. Problemi është se ignoranca ka plën trunin e tyre dhe qatë shumë përshtatët me ta. Sa që çdo sen e re që e nin, mendojnë se është gjë e shpikur në fe. Jo pse është e shpikur. Po thjesht ata nuk dinë më shumë. E dinë veç ata që kanë dëgjuar për ta. Nëse ti vjen me diçka të re që s'është e njohur në vend, thojë se ti po na ndryshon fen, ti po shton diçka në fen, ndërsa hadithet që I cekëm ne gjithë janë Sahihun e Buhariut dhe në Sahihun e Muslimit, vëllazër. Dy be koneksione më të sakta mas Kuranit Madhun. E lutim Zotin që të na bëjë prej atyre që ngjallin sunetet e pejgamberit të Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe bën që të vdesin risi që e kanë kapluar fen tonë dhe të largohen një herë për gjithmonë nga populli i Juda.